Përshëndetje të gjithëve. Në fakt, kur ishim ulur aty me kryeministrin, po i thoshe që në Sarandë janë 4.000 biznese të regjistruara dhe 15.000 votues, kështu që do thotë 1 në 4 i rritur praktikisht është biznes. Dhe gjë më e thjeshtë për ne ishte që të mblidhim bizneset, sidomos bizneset e reja që janë hapur ishtas në qytet, apo ata që kanë vendosur të kthehen nga emigracioni për të gjetur një jetë më të mirë në Shqipëri, sepse Saranda dihet që është qytet i mundësive. Dhe për ne ishte gjë më e thjeshtë. Por unë sot nuk dua të zë vendin tuaj, se unë jam një si ju, edhe unë dikur kam qenë jashtë emigracion, jam kthyer në Shqipëri me biznesin e familjes time, edhe sot jam këtu përballë jush në këtë detyrë që jam i nderuar që më kanë besuar. Unë me shumë qejf do t'jap fjalën kryeministrit këtu, se nuk jam unë sot për të folur, po jeni ju me kryeministrin. Mirë, faleminderit edhe që ta themi deri në fund të vërtetën, kur ishim aty ulur edhe po shikoja që po vini dhe thashë çajnë këta. Çajnë të kalamaj thash, po mos kemi marrë për figuranta për çajnë këta. Edhe ishte njëri me kushej me ato flokët e ishte njëri që kishte rruar komplet këtë mbrapa kokën edhe më tha mua, shikon atë dha ka 2 hotele. Ai ishte më i shkurtër se zero në braçe, i ri fare, edhe më vjen shumë mirë që kuptoj që këtu është komplet një gjenerat e re që ka marrë dorë një pjesë të konsiderueshme të biznesit në Sarandë. Edhe po më thoshte Olti që një pjesë dhe atyre që janë punonjës në bashki, nga ana tjetër kanë bizneset e tyre të mikpritjes. Dhe kjo, thoshte Olti, është një garanci që nuk janë aty thjesht për të marrë rrogën, po janë edhe për të kontribuar për qytetin, sepse përmes bashkisë përmirësojnë qytetin edhe për punën e tyre. Kështu që dua ta filloj me një shprehje respekti dhe admirimi për ato që ju bëni, edhe dua t'ju siguroj që unë edhe ne jemi absolutisht të bindur për potencialin akoma të pashfrytzuar plotësisht që ka Saranda, edhe për nevojat që ka Saranda për sa i përket rritjes së cilësisë hapësirës urbane. Hapësira urbane në Sarandë është ngushtuar shumë në të shkurën, por koha na ka treguar që nuk është domosdoshmërisht diçka e pashpresë, përkundrazi. Dhe fakti që pavarësisht densitetit madh që ka Saranda, vazhdon të jetë një pikë referimi, vazhdon të jetë trend për të huajt, është shumë domethënës. Përpara sa të vinim këtu, ne kaluam në të gjithë këtë rrugën e re që është bërë pjesërisht pedonale, pjesërisht ende për makinat deri kur të mbyllet investimi tek rruga 6, se këtu jeni vetëm një vend në botë që i keni rrugët me numra, si keni me emra. Kjo tregon që llogarinë e keni të parën, pastaj vijnë emrat, rruga 1, rruga 2, rruga 5, rruga 6. Kështu që rrugën 6 e kemi vendosur në planet e investimeve, nuk e nisëm vetëm për shkak të zgjedhjeve, të ligjit që ndalon të gjitha llojet e prokurimeve në periudhën 4 muaj para zgjedhjeve. Një absurditet në vete, por e kemi bërë dhe këtë, siç kemi bërë dhe gjëra të tjera në atë ligj. Pavarësisht se unë i thosha këtyre të mirë, ore bëni çfarë doni ju në ligj, more shkruani dhe që do mbyllemi brenda në shtëpia 4 muaj. Dhe prap kur të fitojmë do thonë na i vodhëm. Kështu që këto janë të kota, po nëse kjo është temë tjetër. Rëndësi ka që rrugën 6
do ta fillojmë me një herë mbas zgjedhjeve, besoj nga gushti, dhe sepse do të bëj prokurimi edhe procedura, me qëllim që të gjithë këtë pjesën që kemi shtruar me pllaka ta kthejmë në një rrugë këmbësore ku aksesi për bizneset jetë vetëm për orët kur një duhet për furnizimet dhe të rritet shumë vlera e qytetit për shkak se bëhet edhe një shëtitore e brendshme përveç shëtitores Buzdetit që është në fakt sot i vetmi shkarkim i masës njerëzve që duan të ecin në qytet. Për te kësaj, unë besoj që është koha që të mendohet edhe ju takon juve që ta mendoni shtrirjen e biznesit më në thellësi për të thyer sezonin dhe për të pasur edhe një deg të bizneseve tuaja turistike, hoteliere në territoret brenda. Flas këtu për zonat e Delvinës, të Finiqit, të Konispolit, ku ka i potencial të jashtëzakonshëm për të ndërtuar agroturizma, për të ndërtuar struktura hoteliere dimrore për shëndetin, për relaksin, për të gjitha ato që janë shërbime që paguhen shumë, edhe që kërkojnë në radh të parë natyrë, kërkojnë mjedise të qeta dhe kërkojnë atë oxhakun me zjarr. Për këtë dhe për më shumë se kaq, keni parasysh që fondi i financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që u vu në dispozicion që është 250 milionë euro dhe që është funksional sot nga Banka e Shqipërisë, linja e kredisë e Bankës së Shqipërisë me 70% garanci për kolateralin nga ana e qeverisë dhe me një interes që shkon 93% sot që flasim, është në dispozicion për të bërë të tilla investime. Sepse besoj që është ende mundësia. Keni parasysh që në momentin që ne hymë Bashkimin Evropian, se ne do hymë Bashkimin Evropian, të gjitha pronat do të mësojnë një rritje çmimi 2 fish me një herë, siç ka treguar historia e të gjitha vendeve që kanë hyrë para nesh. Kur Kroacia hyri në Bashkimin Evropian, një muaj mbrapa, gjithçka kërceu 2 fish. Sepse prona e patundshme bëhet objekt interesi për një popullat që është qindra miliona njerëz. Nuk është më interes thjesht vetëm i popullatës që banon këtu, ose i atyre që kanë filluar ta shikojnë Sarandon ose Shqipërinë si një vend ku blejnë, po që janë akoma shumë pak. Janë raste që rriten çdo vit, po janë pak në krahasim me çfarë ndodh kur hyn Bashkimin Evropian. Është njësoj si një qytet i ri të shtohet Shqipërisë. Edhe të ketë potencialet që ka Shqipëria. Parafityroni se çfarë interesi do kishte, kur edhe pse dyfishohen, janë prap shumë më lirë se sa që janë në vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian. Kështu që çdo investimi që bëni sot është një investim që jo mbas 50 vjetësh, por mbas 5 vjetësh, mbas 7 vjetësh, mbas 10 vjetësh dhe ju jeni të gjithë 30 vjeç, 25, 35 këtu, do t'ju kthehet në një mirësi shumë të madhe. Dhe unë do t'ju ingurajoja ta bëni këtë gjë. Tjetra që kemi diskutuar është edhe rritja e gamës aktiviteteve
që zhvillohen gjatë sezonit, që Oldi ka filluar ti diversifikoj dhe të organizoj më shumë aktivitete dhe të krijoj më shumë arsye për të dalë, për të vizituar, por besoj që ka shumë potencial për të krijuar aktivitete të reja kulturore, artistike dhe për të krijuar guida dhe atraksione të reja duke shfrytzuar çdo potencial që ka këtu. Nuk dua të zgjadem unë më shumë sepse e kemi organizuar këtë takim edhe si një bashkëbisedim në prag të sezonit. Keni parasysh që për sezonin kemi nxjerrë një vendim të ri për sa i përket shfrytëzimit plazheve, sepse ky ka qenë një problem shumë i madh që kemi pasur në vijim, edhe vitin e kaluar u bë skandal fare me uzurpimin total të plazheve nga subjekte private, në këtë rast edhe nga ju, që t'i themi gjëra siç janë, dhe kemi vendosur një raport të ri në shfrytëzimin e plazheve për t'i dhënë subjekteve private mundësinë që të ushtrojnë aktivitetin e tyre, por për t'i dhënë edhe qytetarëve mundësinë që të kenë plazhin e tyre në rast se duan të shkojnë në një plazh që është publik. Dhe nga ana tjetër, ju e jeni shumë të mirëpritur që të kërkoni akoma më shumë, por ne do ta shikojmë një tjetrin në sy, dhe këtu e kam fjalën për gjithë ata nga ju që kanë hotele. Do ta shikojmë një tjetrin në sy edhe me një buzëqeshje të lehtë që tregon mirëkuptim, do duhet të pranoni që bëni shumë hile me deklarimin e shtretërve të zënë. Që duhet ta pranoni, e kuptoj nga disa fytyra që po buzëqeshin lehtë tani, bëni shumë hile me këtë. Mirë, po çështja është që kjo hile na pengon që të bëjmë më shumë për qytetin dhe për qytetet, sepse nuk i jepet mundësia bashkisë të mbledhi të ardhurat që i takojnë nga okupimi i shtretërve. Nuk mund të pretendojë njëri në Ksamil ose në Sarand që në Korik ka shtretër bosh. Se pretendon dot. Po të shikosh deklarimet tuaja, duket sikur jetoni në një krizë permanente. Ne kemi ulur të vëshën enkas për të nxitur formalizimin. E kishim 20% të vëshën, e kemi bërë 6%. Është të vëshëja më e ulët në Mesdhe. Edhe në rajon. Më e ulët se Malizi, më e ulët se Kroacia, më e ulët se Greqia, dhe prap se prap ju bëni sikur s'kuptoni. Megjithatë, për të hyrë në një proces normalizimi të kësaj situate, dhe nga ana tjetër për të evituar atë që unë jam dakord me ju, është gjëja më e bezdisshme që ti je i angazhuar në sezon të bësh maksimumin me klientët, edhe kur të vinte dera inspektorët e fillojnë të trokasin në përdyer për të parë dhomat e janë zëna, si janë zëna, e fillojnë me regjistrat, është bezdi e madhe. Mirë po, si bëhet saj pune? Që edhe inspektor mos vinë, po edhe hilja mos vazhdoj me këto fytyrat kaq të pastra dhe kaq të qeta që bëjnë sikur s'kuptojnë. Atëherë, ne duke bërë dhe një konsultim me ekspertizë ndërkombëtare, kemi vendosur që t'i japim një opsion të gjithë strukturave hoteliere për të pranuar një para deklarim me marrëveshje që për periudhën e pikut të paguajnë, nëse nuk duan asnjë kontroll, të paguajnë 65%.
65% është, besoj, shumë e ulët në raport me të vërtetën, por ne duam që ta fillojmë me 65% uniform dhe kush paguan 65% të zënë për gjithë periudhën maj shtator në mos gabohem, nuk ka asnjë kontroll. Por ka mbrapa dhe 30% e periudhës dimrit, që bën një lloj balance për të krijuar edhe mundësinë që të vazhdojnë të mbahen ato minimumet e stafeve etj. Kështu që të gjithë ata që do ta pranojnë këtë marrëveshje nuk do kenë asnjë kontroll nga ana e tatimeve. Dhe paguajnë 65 dhe 30. Është bërë konsultim me operator, janë parë disa praktika dhe për të mos hyrë me forcë dhe për të mos krijuar shqetësime tek biznesi juaj, se është shumë e rëndësishme kjo pjesë, por edhe për të filluar një formalizim gradual, ky është një opsion që juve mund ta zgjidhni dhe thoni dakord, në rregull. Ose nëse nuk zgjidhni këtë opsion dhe thoni jo, unë nuk e pranoj këtë, atëherë do përballeni me kontrollet që do jenë shumë më të ashpra nga i pamja e sanksioneve. Kjo është gjëja që dhe përgjithsisht është pritur mirë kjo gjë, nuk e di se si e konceptoni ju, si e shikoni ju. Unë e di që ju do donit që ta kishit zero, por kjo nuk është e mundur. Kështu që me këto të dyja besoj që vendosim një lloj rendi punësh dhe patjetër që i gjithë kontributi juaj nga taksa e okupimit të shtretërve kthehet prapë te ju. Nuk diskutohet, sepse është direkt e ardhur e bashkisë që kthehet përsëri për ato gjëra që janë të nevojshme për ju. Është një pjesë, kuptohet, sepse pjesën tjetër e financojnë qeveria dhe ne do vazhdojmë të financojmë projektet për Sarandën. Janë një sër projektesh që do vazhdojnë të financohen dhe kështu besoj që jemi të dy palët në harmoni dhe arrim qëllimin bashkërisht. Tani, cili do që dëshiron të kundërshtoj ose të aprovoj ose të kritikoj, është i mirëpritur. Ka një mikrofon tjetër? Apo laj thaj këtë kemi oti mikrofon? Ha? Po mirë shumë, jepe pak se kuqezis. English? It's okay? Okay. My name is Jelena Pokrajac. I'm from Serbia. I'm here with family. 3 years we are here and we opened a gym. And we came here first because of climate. Then it was it was easy to open business. We didn't have so much things to do. We are happy here. Maybe about some problems. Problems are about staff. To find someone, also our business is a little bit difficult. Machines, we cannot find here people who can repair. That is, we need for everything to call Tirana or to go to Tirana or Greece. But in fact, we are happy here. Okay, thank you. And you dressed the right colors today. In
nderuar zoti kryeministër, zoti kryetari i bashkisë, zoti deputet, në radhë të parë dua t'ju falenderoj ju dhe organizatorët e këtij takimi që na ofroni mundësinë që të ndaj me ju historinë tonë. Unë personalisht, Qemerisa Çakalli, jam vajzë sarandiote, kam kryer studimet e larta në Suedi, vend në të cilin dhe u punësova më tej në universitetin ku mbarova studimet, Lund University, që është një nga më prestigjioset në Europë. Më tej rrugëtimi profesional dhe personal më zhvendosi në Itali, ku punova për disa vite si menaxhere projektesh fillimisht për zonën e Milanos dhe më tej për të gjithë territorin italian për një kompani amerikane që është lider në fushën e kërkimit shkencor në mjeksi. Më pas kam punuar për UNESCO-n, për një institucion të saj, ICTP, i cili është gjithashtu konsiderohet si AICA e kërkimit shkencor në botë, dhe ky rrugëtim u përmbyll në Rom, pikërisht me këtë punë, dhe pas 13 vitesh, edhe pse isha e realizuar, vendosa që të kthehem në Sarandë, vendlindjen time. Ky vendim nuk ka qenë as pak i lehtë fillimisht, sepse ka qenë i mirëmenduar dhe unë në vazhdimësi gjatë periudhës që kam jetuar jashtë, i kam ndjekur zhvillimet që ka pësuar Shqipëria vitet e fundit dhe sa herë që kthehesha këtu shikoja ndryshime për mirë dhe gjithë potencialin që kishte dhe vendosa që të kthehem dhe besoj e ndaj këtë gjë dhe me të tjerë që kanë qenë në situatën time. Hapi i parë ishte të pranonim një të vërtet të hidhur, se shumë problematika të cilat neve fillimisht na shtyn që të largohemi nga Shqipëria, që mendonim se ekzistonin vetëm në Shqipëri, i hasëm po një lloj edhe andej. Dhe kur ti përballesh me këtë realitet dhe këtë të vërtet, është edhe më e lehtë kthimi këtu, sepse do që atë kontribut ta japësh në vendin tënd më mirë se sa jashtë. Unë këtu kam fatin prej 3 vitesh të menaxhoj një hotel, i cili është pjesë e historisë së qytetit, sepse është nga strukturat akomoduese të para në qytetin e Sarandës, prej vitit 92, dhe unë jam brezi i tretë i cili e kam trashëguar dhe prej 3 vitesh po investoj dhe po e zhvilloj pronën sipas vizionit tim. E di që fokusi për të gjithë ne, sidomos në Sarandë, është tek fusha e turizmit, sepse është industria që ka marrë më shumë hovë dhe zhvillim në rajon dhe në qytetin e Sarandës, por absolutisht mendoj që ne që vim nga jashtë dhe që kemi eksperiencë tjetër, mendoj që duhet të fokusohemi sidomos edhe tek pjesa e shërbimit nëpërmjet teknologjisë, që është një fushë ku personalisht kam në plan dhe dëshiroj që të investoj, sepse absolutisht është shumë e rëndësishme fakti që kemi hapur biznese në hoteleri, por shpeshherë më njanohet pjesa e lehtësimit të këtyre shërbimeve për të huaj, të cilët mbase duhet të kenë akses dhe nëpërmjet teknologjisë, aplikacioneve për të lehtësuar këtë eksperiencë dhe shërbime. Mendoj dhe kam bindjen që historitë e suksesit nuk zhvillohen vetëm jashtë, megjithëse ne si shoqëri e kemi pak këtë perceptim që shqiptarët bëjnë të suksesshëm vetëm kur shkojnë jashtë, por të gjithë ne këtu jemi një shembull, besoj, që historitë e suksesit mund të zhvillohen edhe në Shqipëri në momentin që ne i shikojmë të gjitha mundësitë dhe potencialin që na rrethon. Dhe uroj që ky takim të bëhet një burim frymëzimi për shumë nga ata që si mua dhe si ne kanë qenë në dilemë për të rikthyer apo jo. Shumë faleminderit. Dua të shtoj edhe diçka që keni parasysh se mbase emri ju krijon një ide të gabuar, edhe pse ligji që ne kemi kaluar me emrin paketa e maleve i referohet në radh par maleve, patjetër, por në tërësi është një ligj që i referohet territoreve të brendshme të vendit, që do thot edhe territoreve brenda gjithë rajonit, po themi Sarandë, duke ku përfshihen Delvina, Konispoli, Finiqi, dhe ku ka një potencial të madh për të investuar. Dhe keni parasysh që në ligjin
me emri paketa e maleve. E para, edhe pse këtu është pak më ndryshe, megjithatë jo komplet ndryshe, mjafton një dëshmi e miratura nga Këshilli Bashkiak për sa i përket pronës, që mund mos ketë hipotekën për shkaqet që i dim që lidhen me 7.501, dhe mjafton ajo dëshmi për të marrë me njëherë, për të bërë me njëherë marrëveshjen me shtetin, për të marrë lejën e ndërtimit dhe për të filluar investimin. Marrëveshja bazohet tek një transakcion simbolik me €1, ndërkohë që ajo pronë është e jotja ose e atij me të cilin ti ke bërë marrëveshjen tënde për investimin, dhe në momentin kur mbaron investimi, prona është e jotja e hipotekuar. Dhe çdo lloj problematike që me gjas mund të lindi më pas, nuk s'ka lidhje me ty, është një problematik që e trajton shteti me çdo që mund dali si pretendent. E dyta që duhet keni parasysh është që 500 të parët që do të futen në aplikim për të zhvilluar një pronë për agroturizëm, për agropërpunim, ose për çfarëdo zhvillimi tjetër me natyrë rurale që kërkon një investim, po kryesisht për agroturizëm, do të ketë një periudhë 10 vjeçare pas një taks, pa të vëshë, pas një taks, dhe jo, për të vëshëm duket se është 6%, është 6% për arsye të qenit në sistem, po pas një taks. Dhe 501 pastaj do paguaj taksën normalisht siç paguani dhe ju në hotelet tuaja. Kështu që shikoni këtë si mundësi. Dhe përsa i përket asaj që tha Vajza, unë jam 100% dakord që patjetër që kur shkon jashtë ose kur je jashtë, ka disa gjëra që janë të stabilizuara, por nga ana tjetër horizonti nuk është i hapur. Ndërsa këtu mund të ketë akoma disa gjëra që nuk janë të stabilizuara, por horizonti është i hapur, dhe siç tregon historia e secilit për jush, për ata që kanë vizion, ide dhe kurajo, Shqipëria është vendi ideal për të investuar, sepse të jep mundësinë që pastaj të fitosh shumë më tepër se mund të fitosh duke qëndruar jashtë dhe duke punuar për tjerët. Aq më tepër që ju e dini më mirë se sa të gjithë të tjerët, që sot juve në strukturat tuaja jepni paga që janë 100% konkurruese me pagat e Greqisë për të njëjtat punë. Me që jemi tek agroturizmi dhe turizmi i qëndrueshëm, këtu kemi edhe një pjesëtar të një biznesi që është një agroturizëm në Finiq, ku unë personalisht e di shumë mirë dhe jam munduar ta promovoj, pavarësisht se ishte rreshtë dytë, mundoj të jap fjalën dhe atij, sepse ja vlen të promovojnë këto biznese familjare të cilat ndërtojnë atje ku realisht është e vështirë. Përshëndetje, unë që jam Francesco Tamo. Në zonën e Finiqit ne kemi një biznes familjar në sektorin e kulinarisë. Ushqimet që ne ofrojmë atje janë ushqime shqiptare 100%, gjëra tradicionale do me thënë. Unë kam investuar në atë zonë pasi jam kthyer në Gjermania, edhe shumë mirë. Ne kemi rreth 1 vit e gjysmë që operojmë atë biznes, edhe jemi shumë të kënaqur nga progresi që. Po, patjetër. Po. Edhe
Në zonën tonë munduemi do me thënë që të sjellim sa më shumë turist, ta zhvillojmë atë zonë në sektorin e turizmit, gjithashtu atje po ndërtohen bujtina, do me thënë bizneset po marrin hovë, janë duke u zhvilluar. Edhe jam i lumtur do me thënë që kam investuar në vendin tim edhe shpresoj që të bëj një progres sa më të madh, do me thënë. Edhe ta zhvilloj atë zonë. Faleminderit. Përshëndetje, se kaluat gjithve. Mirë, faleminderit. Unë quhem Andon Gazaqi, me risën kemi qenë në klasë dikur, po më mbas rrugët tona undan, është ajo shpreja që bari duket më jeshil në baqen e tjetrit. Kështu ne vajtëm në kërkim të barit jeshil, po që kuptuam që bari sa më shumë i afroheshim, aq më shumë ndryshon dhe ngjyrën. Unë isha në Amerikë për 7 vjet, aty pata fatin të krijoj një biznes timin brenda 2 vitesh, do me thënë, kur arrita aty unë as nuk flisja gjuhën angleze as një gjë, mësova gjitha eca shpejt dhe arrita diçka shumë shpejt, që të tjerët mund të arrin për 10-12 vjet, ndërkohë janë bërë me fëmijë dhe peshat janë më të rënda dhe se kanë mundësinë të kthehen. Unë këtë gjë pash në një kohë të shkurtër dhe arrita të kuptoja që me atë punë dhe me atë forcë dhe me atë kohë të harxhuar aty, nëse ne harxhojmë këtu te vendi jon, mund të kemi të njëjtat rezultate, ndoshta edhe më të mira. Nga ana tjetër kemi gjithë shokët, kemi gjithë familjarët. Unë nuk mendoj se ja vlen të sakrifikojmë jetën tonë, ta jetojmë në vetmi, se njerë jetojmë, ta jetojmë vetëm, për 2 të ardhura më shumë ose më pak s'ka rëndësi se në fund s'marrim gjë, dhe këtë ta krahasojmë me momentet që mund të ndajmë ditë për ditë me shokët tanë, me familjet tona, me të afërmit tanë. Kjo është një histori personale, unë mba nënën para një muaj e pak, dhe do ishte më mirë të kisha kaluar ato 7 vite më shumë me atë se sa në një vend tjetër. Nejse, para se dikja me shokun tim të fëmirisë kishim një ëndër të krijonim një restorant bashkë. Unë vajta ndaj krijova restorantin tim, ai krijoi restorantin e tij këtu dhe tani që u ktheva, investon së bashku dhe kemi krijuar një restorant mjaftueshëm të madh në shëtitoren e Sarandës, në të cilin në pikun e sezonit, do me thënë në gusht, ne punsojmë diku dhe 50 persona. Si që thate dhe rogat janë, kur ata miqtë tanë nga Greqia i dëgjojnë, thonë të vim dhe ne të punojmë aty te juve, se janë me të vërtet rogat të mira. Dhe po ta mendosh, do me thënë të vi dikush të ngrënë të pirë çdo gjë paguar, akomodimin të punoj një sezon edhe të iki me 20.000 euro, 30.000 euro në shtëpinë e tij, unë nuk mendoj se këto lek ai mund t'i kursej në Gjermani ose në çdo vend tjetër. Përveç kësaj, unë dua të them që dhe Shqipëria në momentet e sotme, ose në momentet që unë u ktheva, kishte krijuar mundësitë që unë të kthehesha, që unë të investoja dhe të prisja të merrja diçka mbrapa nga investim. Jam munduar çdo njeri që njoh, çdo shokun tim ta kthej mbrapa, si për të mirën e tij dhe për të mirën e të gjithëve, të kemi njëri tjetrin afër. Mundohem, do me thënë, t'i pjesë që të gjithë që pse ikni qa kërkoni, dikush thot që ti flet shu tani se ke në rregull, thot vajte i bre lekët, erdhe jo dhe këtu pone. Ani unë kam një përgjigje tjetër për të. Familja ime ka pasur një biznes, një pasticeri këtu në Saran, pasticerinë e parë. Dhe unë do e kisha mësuar atë zanat. Para se të merrnim këtë restorantin, një bear, më thënë një sezon, ishte bosh për mua. Dhe mendova të zhvilloja aktivitetin e prindërve të mi, cili që mbyllur. Dhe hapa një punishte, në fakt, furnizoja restorantet, të flasim mapur, do me thënë, unë investova një diçka shumë të vogël që kushdo mund ta investoj, 10 ose 20.000 euro dhe nëzora 60.000 euro që sezonin e parë. Që unë them që pse duhet të ikësh jashtë dhe të punosh dhe të sakrifikosh, të jetosh 10 veta në një shtëpi, ku diun çfarë bëjnë. Po ti hapun mu. Ti hapun, ti është besoj se çdo njeri ka një shok që ka 10.000 euro. Dhe po si ka njeri ka nga 2.000 t'ja japi. Është e thjeshtë i 60.000 euro. Mendoj unë.
Qofse njeriu ka dëshirë të punoj dhe atë mundësi mund ta ketë tu 10 herë më të mirë në një vend tjetër. Ky është opinioni im. Të gjitha i kam me fakte këto që po ju them, kështu që po keni ndonjë njeri thojeni të kthehet se jemi mirë. Tani, me gjishim të këta të këthyret e Amerikës, ku vajti Martioni? Vajti Kësamil se... Kësamil e se... Tani, me gjishim të Amerika dhe jo të gjithë pa tjetër në shërbim, ne kemi dhe ndërtim Saranda, kështu që një nga të jem që lehet ka në Amerikën dhe ka artu dhe meret me real estate, me mobiliare, më shumë do flas vetë. Përshëndetje zoti kryeministër, përshëndetje të gjithëve. Quhem Romeo Dauti. Kam jetuar 17 vjet në Amerikë, jo pak, pjesa më e bukur e jetës aty. Dhe jam kthyer para 10 vjetëve, merrem me imobiliare dhe me ndërtim njëkohësisht. Ka qenë shumë e vështirë kur flisje me njerëzit këtu, je i çmendur që je kthyer nga Amerika. Po ju betojmë që kam punuar 18-19 orë me 2 puna. Dhe po ti punosh ato sot këtu në Shqipëri, mund të marrësh shumë herë më shumë se si në Gjermani dhe këto vendet. Amerika njëri është një fabrik pune që shkon punë shtëpi. Nuk e kuptojnë njerëzit. Këtu pim kafen, bëjmë jetën si na do qefi dhe iki 10-15 herë në vit me pushime. Ikim nga hera me pushime dhe e njëjta gjë që tha djali, gjithë paraforcit thanë gjërat më të sakta. Këtu është vërtet një Amerikë e vërtet. Amerikën e gjeta këtu. Shkova në ëndrrën time në Amerikë dhe e gjeta këtu. I bëj thirrje vërtet shumë njerëzve që të kthehen, sepse këtu ka shumë opsione, shumë mënyra për të bërë sukses. Tani, përsa i përket, ne kemi një takim të parë me turistët, duke parë që punojmë me turista, me të ardhur nga jashtë. Ne kemi kontaktin e parë, promovojmë Shqipërinë me panaire, ortaku tim është nga Polonia dhe ka jetuar në Amerikë, po, është ortaku tim ka jetuar në Amerikë dhe është kthyer, ka marrë rezidencën, punon këtu me familje. Ka dhe shumë të tjerë të huaj që kanë ardhur në Sarandë që po punojnë dhe kanë shumë sukses. Tani, ka dhe problematika të infrastrukturës përsa i përket në Shqipëri, edhe unë kam folë dhe me Oltin, e njoh Oltin personalisht. Një nga problemet që besoj që duhet zgjidhur një orë më parë për Sarandën, që themi dhe ato të këqijat, është që duhet të rregulluar ujë një orë më parë. Të ketë 24 orë ujë, pasi ujë derdhet në kanalin e Çukës shumë afër, kemi ujë nga ana tjetër, na ka ndodhur shumë ankesa që shkon lahe tjetri bën dush dhe mbaron. Po s'pate pompa këtu, po s'pate depozita, Saranda është e mbaruar. Dhe është një qytet që shkon mbi 100 e ca mijë turista gjatë verës, kupton? Është diçka që duhet marrë parasysh. Infrastruktura është një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të zhvillohen rrugët, të asfaltohen të gjitha lagjet, pasi turistët shkojnë edhe në rrugën e 5, rrugën e 6, ku rrugët janë të pa pastra apo të pa mbaruara, të themi. Olti besoj ka bërë një punë fantastike në shumë investime në disa rrugë që janë të asfaltuara në përlagje. Por ka akoma për të bërë. Ju falenderoj, gjithë mirat. Tani me që përmendë problemin e ujit dhe ai është nuk është problem vetëm në Sarandë, kjo është problem pothuajse në gjithë Shqipërinë. Realisht Saranda në planin e furnizimit me ujë ka përmirësime të vazhdueshme gjithë këto vite. Janë disa investime që u bën vjet, janë bërë par vjet, po bëhen tani në Ksamil. Uji 24 orë akoma nuk e kemi mundësinë, por prurjet e ujit këtë sezon do jenë shumë më mirë nga që ishin vjet, sepse fal disa ndryrive që kemi bërë në furnizim me ujë, në shtimin e kapaciteteve dhe investimin e ri që bëm vjet tek le të themi Baba Recep, shpëtoi gjithë kjo pjesa e qytetit të tij, kështu që çdo vit do jenë mirë, por patjetër finalja është uji 24 orë që
do kohën e vetë. Jemi shpresë plot që do realizohet ajo. Për çështjen e ujit, duhet të them që është nga pikpamja e volumit investimit dhe nga pikpamja e kompleksitetit, vërtet një çështje jo e lehtë, por keni parasysh që kur ne kemi marrë detyrën, kishte vetëm 4 zona urbane Shqipëria që kishin ujë 24 orë, vetëm 4. Uji 24 orë nuk ka pasur asnjëherë në Shqipëri as në kohën përpara. Sot jemi me 43 zona urbane dhe 98 rurale ku kemi ujë 24 orë, por kemi 11 të tjera në kantier dhe janë edhe plus 5 pastaj që duhen filluar investimet. Në Sarand kemi fokusin për ta realizuar këtë gjë se është domosdoshme, jam shumë dakord. Janë bërë disa investime në vazhdimsi, por të pamjaftueshme, edhe për një arsye tjetër se këtu në ndërkohë që ti rrit furnizimin, rritet edhe kërkesa, domethënë si thua na ka vënë përfund kërkesa në mënyrë të vazhdueshme, është ana sfiduese e një kërkese të rritur, por që jam absolutisht 100% i bindur që ajo që the është shumë thjeshtësisht e nevojshme. Edhe do e kemi në fokus patjetër. Dhe qëllimi është që me mandatin e 4 të mbyllet kjo historia e ujit dhe kemi mundësinë ta mbyllim sepse kemi dhe financimet, kemi dhe edhe projektet, kështu që çfarë ka mbetur do mbyllet. Nga ana tjetër, ajo që the për që Amerika është këtu, në një kuptim është shumë e vërtet për faktin që ka akoma shumë hapësirë të pa sistemuar me rregulla. Pra, në momentin që ne hymë në Bashkimin Evropian, këto hapësira do jenë më të sistemuara dhe kjo ka të mirën e vet, po ka edhe këtë pjesën tjetër pastaj që këto fitimet e shpejta bëhen më të vështira. Dhe ajo që tha djali është absolutisht e vërtetë. Në Amerikë akoma sot nuk diskutohet që mund të arrish të fitosh edhe të kursesh. Në Europë, domethënë të jesh një emigrant ose më keq akoma dikush që shkon atje dhe nga që s'ke pasaportë europiane, megjithëse shkon atje pa vizë, s'ke leje qëndrimi dhe duhet kërkosh azil. Edhe dhe pritë azilit, fillosh një punë, edhe të pretendosh që do kursesh, është e pamundur. Është absolutisht e pamundur. Sepse situata në vendet më të zhvilluara të Europës është e tillë që nuk e krijon më këtë mundësi për shkak të kostove të jashtëzakonshme në raport me çfarë fitohet edhe ajo që the, unë e kam dëgjuar eksaktësisht njësoj nga djali që me shumë bujari më bëri shoferin, se u s'diti hap makinës, më bëri shoferin në Londër, një shqiptar nga Marsia Madhe që ka shkuar për shumë vitesh, ka ndërtuar një kompani shërbimi me vetura, kishte 130 veta në punë, gjitha llojet e komsive, edhe më tha sot që unë kam kompaninë, tha, po sot që të mbijetosh këtu si huaj, pa 2 punë në ditë, është haroe.
Dhe po të them tha të mbijetosh, nuk po të them të jetosh, sepse me 2 punë në ditë, që do shkosh në 6 mëngjesit, se sa të shkosh dhe puna nuk është si këtu, që e ke punën të ana tjetër e rrugës, dhe do kthehesh në 10 të natës, në 11 natës, dhe thjesht do kesh mjaftueshëm që të mbyllësh muajin. Muajin tjetër do të fillosh nga e para, nuk ka shans që të bësh më shumë se kaq. Por jashtu ata që bëjnë punëra shumë specifike, që arrin të shkojnë shumë lart e tjerë, po flasim për ndërkohë që këtu është hap dhe mundësi në rast se i drejtohesh sektorit privat. Dhe më tepër akoma, unë besoj që miniera e pa shfrytzuar këtu është fshati. Kush ka në fshat një tokë, kush ka në fshat një rënoj, në qartë do fshatit Shqipërisë, më i largët i mundshmi, nuk ka rëndësi, por më i largët i mundshmi. Dhe rri andej, në vend që të vi edhe të hapi një derë atje dhe të presi e të përcjell njerëz, do në bën gabim të madh, sipas meje. Ose për saktë i bën llogarit shumë gabim. Sepse duke hapur një derë, sepse ajo që ka Shqipëria që është bekim, është që kudo është e bukur. Dhe në momentin që ti hap një derë sado larg, me këtë turizëm që kemi ne, do gjenden njerëzit që do vinë atje. Dhe njerëzit që do vinë atje, do ta sillin atje ty tregun. Ndërkohë që nëse ti mendon si të bësh bujqësi atje, mund të jetë komplet e pamundur. Por ama nëse ti bën turizëm atje, është gjëja jo vetëm e mundur, por gjëja më e bukur që mund të bësh. Dhe prandaj u thash që duke parë dhe çka ka ndodhur përpara në vende të tjera, juve që jeni këtu baza e këtij turizmit urban dhe që keni mundësi të vazhdoni të investoni, përveç investimeve të tjera që mund të imagjinoni këtu në Breg, nëse shkoni futeni në fshat tani, sot, pa pritur që të hymë në BE dhe të vinë shokët e ati pastaj nga Polonia edhe nga Hollanda dhe t'i marrin t'i bëjnë gjërat atje, se pastaj ata janë njësoj si ne, mirë po ata vinë me të tjera forca, sot do bëni një investim që do t'ju shërbej shumë sot dhe nesër nëse e shisni, do jetë shumë më shumë se sa pasqëria. Besoj. Përshëndetje, Zoti Kryeministër, u përshëndes së gjithëve juve. Unë quhem Brunilda Barjami, vi nga Greqia, kam 1 muaj, kam hapur një restorant italian, kam punuar 23 vite në Greqi, në Janin, do të thoshja që këtu gjërat janë shumë mirë. Punë e parë, do të lutëshja të gjithëve shqiptarëve të kthehen në vendin tonë, se atje është shumë keq, për mendimin tim, dhe këtu i shikoj gjërat shumë mirë. Për rrogët, do të thoshja që atje vetëm të jetojnë, lëres se të shton të tjerët. Kurse këtu, tani, që jam futur në biznes dhe biznesin e menaxhon djali, më thot që punëtorët që kërkojnë, janë rroga, tu kërkojnë në rrogën shumë të madhe nga Greqia. Do të thoshja vetëm këtë, për punëtorë është pa keq këtu. Jemi lidhur me zonjën drejtoresh që mas e na ndihmon që të na gjej punëtor në shkollën profesionale të turizmit. Këtu kisha. Ju falemnderit. Përshëndetje, unë quhem Bardha, jam 25 vjeç dhe tashmë po bëj 2 vite që jam kthyer në Saran përfundimisht. Do doja të ndeja me ju një histori personale.
Si çdo 18 vjeçare besoj që mezi pret të largohet nga rrethi, të jetoj jetën e Tiranës, të ndryshoj jetën monotone, edhe unë atë dëshirë kisha. Shkuam në Tiranë, pasi bëra bachelorin, aktualisht menaxhoja dhe një biznes shumë të suksesshëm në Tiranë dhe mendoja të bëra dhe një vjeçare për menaxhim biznesi. Më pas, pavarësisht se gjërat i kishim shumë mirë në Tiranë, nga të gjitha anët, ka qenë ajo periudha që ishte si trend emigrimi, thash ta provonim dhe ne. Aplikova në një universitet në Rom për të bërë masterin. Isha shumë entuziaste në fillim, sepse ke parasysh mendoja të jetën e prallave, çdo gjë shumë herë më ndryshe, një realitet shumë më ndryshe. Kur shkova aty realisht u zhgënjeva, e përjetova dhe pak keq nga ana psikologjike. Si fillim ishte vështirësi e gjuhës, pavarësisht se universiteti ishte në anglisht, të gjithë aty ishin italian dhe unë nuk e dija italishten. Kisha krijuar një shoqëri me disa goca të cilat flisnin anglisht, okay, por që ato kishin gjuhë italisht dhe sado unë prap ndjesha shumë si e huaj dhe nuk kuptoja asnjë gjë. Gjatë mbazites kisha kohë të lirë dhe vendosa që të kërkoja ndonjë punë, pasi isha mësuar që gjatë gjithë kohës kam qenë angazhuar këtu në Shqipëri. Shkova në disa restorante, më bëri përshtypje një restorant i cili kishte pronar indian. Dhe fola me pronarin, më tha për një pozicion pune me goxha orar të zgjatur. Dhe më tha një pak qesharake diku te 450 euro dhe kur i thash po përse kjo pak ka që ullët, ndërkohë pronari ishte indian, mua më tha po je emigrante, çfarë pretendon. Edhe që nga ajo përgjigje realisht nuk demoralizova dhe nuk është se kërkova më për punë tjetër. Mezi prita që mbarova masterin dhe së bashku me të fejuarin si çift i ri vendosëm ku të iknim në Shqipëri, në Tiranë apo në Sarandë përsëri. Dhe duke parë se Tiranën e provuam, se sa mund të arrinim në Tiranë, vendosëm që të hapnim diçka këtu në vendlindjen time në Sarandë dhe realisht na shkoi shumë mirë. Vjet hapëm në Ksamil një biznes në sektorin e shërbimeve, si vjet po hapim pikën e dytë dhe jemi shumë pozitiv për të ardhmen, për më shumë gjëra. Dhe do doja shumë që të përcjellja një mesazh te të gjithë të rinë që thjesht duhet pak vullnet dhe punë mendoj, sepse edhe në vendin tënd mund të arrish shumë gjëra. Shqipëria është shumë e bukur, sidomos Saranda dhe Ksamili kanë goxha potencial. Përshëndetje, si kaluat? Uroj të jeni mirë. Unë quhem Renalda Mihasi, jam 23 vjeçe. Banoj në Ksamil, kemi një strukturë akomoduese, hoteleri, vetë zoti Olti ka qenë te ne. Unë kam lindur dhe jam rritur në Greqi, kemi diku te 8 vite që jemi kthyer. Jeta jona andi ka qenë mjaft mirë, babai im ka qenë menaxher hotelesh, di 7 gjuhë të huaja, mamaja ime ka qenë shef kuzhine. Mirë po, nuk ishin të kënaqur, donin të ktheheshin se s'bën në vendin e tyre dhe hapën hotelin e tyre në Ksamil. Në fillim kur kemi ardhur ka qenë 2015, Ksamili ishte shumë keq. Të vetëm turistë që njihnin ishin kosovar, maqedonas, edhe shqiptar. Çmimet e dhomave jepeshin me 20 euro, 15 euro, 20 euro flasim 5 veta në një dhomë, turp. Ka qenë shumë e vështirë, kemi qenë me kredi, kemi qenë me borxhe. Mirë po, ja dolëm, sot jemi shumë më mirë. Unë vetë menaxhoj këtë biznes që në moshën 16 vjeçare. Sot jemi unë me të fejuarin tim jemi duke hapur një hotel tjetër. Unë kam mbaruar për financë kontabilitet në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Kam mikur me Erasmusin 6 muaj në Universitetin e BK-s në Vjenë. Mu ofrua vend pune, me rrogë të mirë, mirë po nuk pranova. U ktheva prapë mbrapa dhe kam shumë perspektiva dhe kam shumë qëllime për në Ksamil, por siç thoni dhe ju themi dhe të mirat, themi dhe të ligat, unë jam simpatizante dhe aktiviste, por në Ksamil u bë një plan për plazhet, siç ju përmendët, që të jenë publike, u bë një aplikim në bashki për hotelet që
të aplikojnë për disa shezllone që të akomodojnë klientët e tyre. Tani unë nuk e di se si do ndodhi kjo, por në Ksamil janë duke ndodhur disa gjëra që unë dëshiroj t'i them. Këta pronarë të këtyre restoranteve po bëjnë kontrata me hotele, sikur me demek janë duke I marrë me qera, dhe u premtojnë pronarëve të hoteleve që t'u paguajnë taksat e bashkisë, t'u paguajnë tatime, detyrimet të tjera çfarë kanë. Një nga këto hotele jam edhe unë, erdhën një pronar X I një plazhi, një lokali, erdhi dhe më tha, dëshirojmë të bëjmë një kontratë sikur unë e kam marrë subjektin tuaj me qera, që të aplikoj në bashki për shezllone, që mos mikin shezllonet e tjera. Ne nuk pranuam. Por janë të shumta plazhet që po marrin dhe po bëjnë. Po. Mirë, po nuk I kanë marrë vërtet, thjesht po bëjnë kontratat false për të ruajtur plazhin. Dhe unë merrem vetë me pjesën e reklamimit, merrem me çdo gjë që I përket turizmit, janë të shumta ankesat e plazheve. Më në fund kemi arritur të krijojmë një gamë të gjerë turistash nga vende të ndryshme të botës dhe është shumë turp kur klientët vinë dhe na thonë pasi kthehen në strukturë që o Zoti I Madh nuk kishim vend të hapnim peshqirin, sepse jo të gjithë duan t'ulen në shezllon. Janë shumë arsye pse një turist do të hapi peshqirin e tij dhe të shtrihet në rër, siç ndodh në shumë vende të ndryshme të botës. Unë para pak ditësh isha jo shumë larg në Igumenic, isha ulur me nën kryetarin e bashkisë, po pinim kafe aty para Liaka, nuk e di njihni apo jo, me Dimitri Dimakon, edhe po flisnin për plazhet dhe ata aty ruajnë një numër të caktuar shezllones, hapësirë të caktuar, dhe do dëshiroja që si vjet ta shikonim këtë gjë. Ndryshe do jetë shumë problematik. Unë jam simpatizante dhe aktiviste, siç thash, dua vetëm të mirën si për vendin ton, si për partinë ton. Kështu që kaq kisha. Faleminderit shumë. Tani, se po thosha, si tha Romeo aty Amerika. Pra është kjo lufta e vazhdueshme e gjithëve për të zënë hapësirë në kuptimin për të bërë biznes, për të fituar etj. Por është shumë mirë që e ngritet këtë çështje, sepse kjo do jetë një eksperiencë e re këtë vit. Do jetë një eksperiencë e re, do jetë shumë më mirë se ç'ishte vjet, sepse është krijuar një raport I qartë midis plazheve që do menaxhohen nga strukturat private dhe plazheve publike. Bashkitë kanë marrë përsipër të bëjnë disa gjëra shumë të mira, Bashkia e Lezhës, e Vlorës, e Durrësit, e Sarandës, besoj njësoj. Saranda ka pasur plazhin publik historikisht dhe ka mbajtur këtu, por aty ku ka më shumë hapësira, bashkitë do kenë ofertën e tyre me çadra dhe me shezllonët kush nuk do thjesht mund të vëri peshqirin. Ndërkohë që për sa I përket Ksamilit, që sot është bërë trend botëror, nuk është çështje 20 veta me I dhom, 5 veta me I dhom me 20 euro, aty do më shumë mirë që na e the, nuk besoj se do funksionoj për faktin që pavarësisht se ata mund të bëjnë kontratë me hotelin, restorantet nuk mund të kenë plazhe. Kjo është shumë e qartë dhe nuk ka për të funksionuar kjo lloj marrëveshje. Natyrisht që do duhet ushtrojmë më shumë kontrolle. Problemi I kontrolleve është gjithmonë që kontrollet, ju e dini më mirë se unë, janë bezdi e madhe. Dhe mirë është që gjërat bëhen pa pasur nevojë për të bërë kontrolle, por në rastin konkret do duhet ushtrojmë kontrolle. Dhe gjëja më e rëndësishme është që vetë ju, siç bëre ti, të jeni në mbështetje të këtij procesi, duke bërë me dije autoritetet vendore ose autoritetet qendrore që çfarë po ndodh. Është shumë e rëndësishme. Sepse kontrollet kanë dhe anën tjetër të medaljes dhe ju e dini shumë mirë që kontrollet fizike janë edhe një burim marrëdhëniesh që mund të degenerojnë në rushfet.
Për këtë arsye, ne po bëjmë dhe diçka tjetër që ka të bëjë me biznesin, me të gjithë ju që pasi kemi krijuar fiskalizimin, që tani të gjithë ju keni kasën që transmeton në 24 orë çdo transakcion, ne tani po krijojmë bashkë me Microsoftin modelin e inteligjencës artificiale që do bëj si tush ato që sot e bëjnë fizikisht inspektorët për të parë nëse ti e ke shkelur kasën atë butonin në mënyrë të rregullt apo ke bërë hile. Modeli është duke u trajnuar edhe rezultatet janë fantastike, që do të thotë që gjithë procesi do jetë i mbikëqyrur në shkallë kombëtare nga një inspektor virtual. Kjo do ndihmojë shumë që kontrollet në biznes të jenë minimale dhe që të ardhurat dhe raporti midis biznesit dhe shtetit të jetë shumë më transparent. Ndërkohë që për sa i përket plazheve, ne do fillojmë tani projektin, kemi mbyllur marrëveshjen, kemi garantuar financimin me Emiratet e Bashkuara për të gjithë mbikëqyrjen me kamera inteligjente të rrugëve dhe të shkollave dhe aty kemi edhe plazhet, por aktualisht unë isha bile pash disa simulime që po bëjnë në bazën e Kuçovës. Aktualisht kemi bërë planin e mbikëqyrjes plazheve me dron dhe në mënyrë të përditshme do të marrë informacion mbi pikërisht mënyrën si administrohet hapësira e plazheve dhe po bëjnë dhe disa trajnime të tjera me këta të gjeo hapësirës që bëjnë si tush filmimin e dronit e marrin dhe e fusin në atë rrjetën e përllogaritjes hapësirës dhe besoj që sigurisht do ketë prap sfida, patjetër se aty ku sa del rregulli del dhe hilja thon, edhe shqiptarët janë njisha për të qenë kreativ në raport me rregullin, por jam i bindur që do jetë shumë mirë se çfarë ishte dhe faleminderit për sinjalizimin. Nuk e di ti e ndjeni të kësaj loje që po zhvillohet atje? Tani kryeministri Ksamili ka specifik tjetër se është ndoshta nga të vetmit plazhe në Shqipëri që është i gjithë i krijuar dhe ndoshta nga të vetëm pakta vende në Shqipëri që në anë të detit nuk është se ka hotele, kështu që është pak specifik ndryshe. Ksamili ne kemi diskutuar me ministrin që duhet të trajtuar pak ndryshe sepse për nga natyra se si është ndërtuar se ka natyral, kështu që është i krijuar, investuar nga njerëz private dhe ndërkohë dhe plazhi deti nuk është për shkak hoteli nuk është afër detit, në plazhit. Është shumë larg, edhe nuk e gjen dot kush është vije parë, vije 2, 3, 4, kështu që jam dakord me këtë dhe nuk po them, po tani aty në Ksamil un po pres shikoj shezllon në ujë tani se deri te vija ujë tani un po pres që të mbushet dhe uji atje me shezllon që të jenë tip varkash që njerëzit të shtrihen do t'ia vënë çmimin 1.000 euro, 1.000 euro çmimi i shezllonit dhe pastaj noti të zhvillohet nën ujë me bombola oksigjeni se mbi ujë do bëhet plazh i krijuar. Çfarë muhabeti shkruaj tani plazh i krijuar se ti. I kuara, se ti se ky ka i problem. Ky është ky është si shqipojmë me dy koka, se një kokë e ka në administrimin e Sarandës, një kokë e ka tek hoteli Mamas në Qerret. Kështu që ky ka dy koka, është si shqipojnë dhe shef, po mirë më ngolem dakor. Shef edhe nga këtej, po shef edhe nga andej dhe kjo ka të mirën e madhe që ky i kupton shumë mirë. I kupton më mirë se sa kushdo nga ne ata që janë në industri, ja u di më mirë sa në gjitha hallet, ju di dhe hilet nuk diskutohet,
Edhe nga ana tjetër ju qanë edhe hallin, kështu që gjitha bashkë. Kjo përgjigje për Samilin ishte në qik. Ja, shu është e vërteta pa tjetër, po është një loj e vërteta. Ka ditë vërtet tjetër që është vërteta e vajzës që gjithsesi duhet bërë një kompromis pozitiv atje për të pasur edhe pak hapësirë për ata që nuk duan të futen në atë regjimin e kazermës me shezlonët, ku unë nuk e di domosdoshmë se si ndodh, po ma hamendja që aty po të futesh me familjen në fund 15 ditë që mund dash me një familje tjetër, se janë kaq ngjitur, edhe aty do të bëhet një gjykat për divorcet në kohë reale që u ndava me këtu, bashkova me atë, tani të bëjmë bashkimin e atij tjetrit me atë tjetrën në mënyrë që të gjithë dalin të lumtur nga Ksamili. Aty nuk e di unë se si. Plus edhe jam i bindur që me atë plazh që ka Ksamili nuk e kemi ndjekur, po ta ndjekim sa lindje ka në proces në 9 mujorin mbasi vinë në Ksamil, jam i bindur që do ketë shumë shtatzanira atje në atë. Se aty ku të fusin unë nuk di se çfarë mund të bësh tjetër, domethënë atë të merr të atyre krevateve që janë ngjitur me njëri tjetrin. Është gjithë Ksamili si një krevat i madh. Mirë, dakord. Urdhë. Më them shkojmë në Ksamil sepse në fakt kemi dhe atje një agent për të Atëherë, quhem Kristi Magdara, momentalisht jam menaxhere 3 restoranteve në bulevardin e Sarandës. Jam prej 4 vitesh, po bëj këtë punë pas 15 vitesh në Vjenë të Austrisë. Kam mbaruar studimet aty në Webster University dhe Wirtschaft Universitet Vjenë, ku kam dalë në top 5, ndërtova jetën time shumë mirë në Vjenë si menaxhere projektesh për 10 vjet për kompani gjermane dhe austriake. Kam punuar në Europë, në lindjen e mesme, në mes të luftës, me sakrifica të mëdha, domethënë për të stabilizuar dhe ja dola. Megjithatë vendosa të kthehem në vendin tim për 2 arsye. E para është që mendoj se guri është i rënd në vendin e tij, edhe këtë e kam vërtetuar me eksperiencën time aty. Dhe arsyeja e dytë është mundësitë që u krijuan në Shqipëri. Kujdo që flas momentalisht, jam duke i thënë që Shqipëria ja vlen dhe duhet të kthehen gjithë kontingjentit, domethënë të njerëzve që kemi studiuar së bashku. Mendoj se ofron shumë mundësira dhe nëse do punojmë ashtu siç kemi punuar për të tjerët jashtë shtetit, mund t'ia dalim shumë mirë. Jam shumë e lumtur për fjalimin që thatë në fillim, sepse kuptova që jeni vërtet konshient për problematikat dhe i thoni ato hapur dhe përpara nesh, siç përmendet problemin e ujit në Sarand ose problemin e plazheve, dhe kjo më vjen mirë sepse tregoni që jeni duke punuar për to së bashku me Oltin, me punimet që bëhet në rrugë etc. Unë doja të flisja për 2 gjëra. E para është, mendoj se duhet të punojmë më fuqishëm në infrastrukturë, që do me thënë problemi ujit, që siç folët jeni duke punuar, dhe një problematik tjetër që është parkimet në Sarand. Ju lutem, kur planifikoni rrugën e 6 ose edhe rrugën e 5 që jeni duke punuar, ju lutem shumë mendoni për parkime, sepse një turist që vjen gjëja e parë do parkimin, sepse ajo përbëhet një stres shumë i madh për ta dhe do me thënë ndikon negativisht në turizmin ton. Gjithashtu edhe një temë të fundit, mendoj se edhe me ndihmën tonë, do me thënë se ne jemi rini, në një farë mënyrë rini, le të themi, kemi fuqi, kemi ide, unë jam e sigurt që gjithë shumë nga këta që janë këtu sot mund të bëjnë grupe pune, qoftë edhe për ide, që t'ju ndihmojmë dhe juve si bashki, pa pagesë, pas gjë, thjesht për dëshirën që kemi për vendin tonë, sepse prandaj jemi kthyer. Dhe e kisha fjalën këtu për të bërë disa gjëra të vogla, siç Olti e ka filluar dhe vjet, ka bërë shfaqje në bulevard, shfaqje kulturore. Mendoj se mund të bëjmë akoma më shumë në këtë drejtim, të ringjallin sallën që kemi në qendër të qytetit, që të shpalosim kulturën tonë, që është diçka që ta ofrojmë falar si bashki, që t'i tregojmë që shqiptari nuk është vetëm deti, nuk është vetëm mali, ka kulturë, dhe këtë duhet ta promovojmë akoma më shumë. Mund të bëjmë shumë gjëra, për shembull me kafshët e rrugës, të cilët nëse ne tregojmë që jemi human, të huajt e vlerësojnë jashtë masë këtë gjë, me gjëra shumë të vogla, me kosto shumë të vogël, mjafton një organizim pune
Për pjesën e parkimeve mund të bëjmë gjëra shumë të vogla, pra pa investime, të hapim për shembull parkimet e shkollave ose parkimet e shkollave në Verti bëjmë fusha volejbolli ose fusha basketbolli, që të ofrojmë struktura për turistët pa pasur investime të mëdha. Gjithashtu, doja t'ju falenderoja për diçka që thatë, që jeni duke punuar për diversifikimin e bizneseve, mendoj është shumë i nevojshëm, sepse turisti nuk ka nevojë vetëm për restorant, për klub dhe për të pirë dhe për plazh, ka nevojë edhe për gjërat e tjera, ka nevojë për fusha volejbolli, ka nevojë të shikojë kulturë, më thënë ka nevojë për sporte ujore dhe këtu nuk e kanë fjalën për skafe, e kanë fjalën për sport ujor të vërtet, kur ofrohen trajnime, etc. Kështu që ju falenderoj për diversifikimin. Desha të shtoj, sepse realisht problemi i parkimeve është kudo, për shkak të rritjes eksponenciale të numrit turistëve. Përpara se të vinim këtu, ishim duke parë parkimin që po bëhet në hyrje tek rruga 5. Po. 5 është ajo rruga, se kemi numra këto rrugë, ose si gjej unë 5. Është një parkim që po bëhet atje, direkt në hyrje, është parkim për 14 autobus, që mos futen sepse autobuset e komplikojnë dhe më shumë, edhe ka edhe 100 makina, por ideja për vijimin është që pak nga pak ne të ndërtojmë parkime dhe kemi një sër parkime me Fondin Shqiptar të Zhvillimit që nga Lezhë deri në Imar në Vlorë e kështu me radhë, të ndërtojmë parkime të cilat nga ana tjetër të jenë edhe vende shërbimi për të dhënë aty me qira motocikleta, bicikleta, për të dhënë makina elektrike, për të pasur shërbim me makina elektrike që marrin e çojnë. Do me thonë, është një proces që do marrë kohën e vetë, po që ka filluar dhe faktikisht në Sarandë po bëhet modeli i parë. E dyta, për sa i përket pjesës kulturës që e preka pak, po ti e shtjellohe më shumë, kemi folur për sallën, edhe do bëjmë investimin tek salla, tek teatri. Ajo salla i ka 500 vende, ma hamendja që nga rekonstruksioni dhe me këto kushtet dhe standardet e sotme mund të shkojë në 450, nuk ka rëndësi, po është goxha për të pasur aktivitete, ndërkohë që tek ish moderniteti është bërë projekti dhe do bëjmë muzeun e botës ndërmjetësore, që në fakt do jetë si një qendër kulturore, jo vetëm thjesht një muze, dhe aty do jenë edhe klasat e trajnimit, edhe të regjistrimeve për sportet ujore, pra aty mund të regjistrohesh, mund të marrësh trajnime teorike dhe pastaj të bësh trajnime. Kështu që i kemi të gjitha këto në atë programin e zhvillimit të Sarandës, por në mbyllje të thosha që duke parë, unë nuk e prisja me thënë drejtën këtë lloj takimi, është shumë frymëzues, edhe faleminderit gjithë ju që folët, dhe me siguri këtu ka plot tjerë që kanë të njëjtën eksperiencë. Dhe duke parë këtë, unë mendoj që Saranda du ta bëj modelin e parë dhe Olti mund ta bëj modelin e parë të një kuvendi të kthyrëve. Sepse gjëja më e rëndësishme dhe gjëja më e lënë bazdore kur diskutojmë emigrimin është që emigrimi hap një problem apo hap një plag në aspektin emocional në momentin kur ndodh ose në vitet kur ndodh, por është një bekim i madh për vendin kur
emigrantët një pjesë kthehen mbrapa, sepse emigrantët nuk sjellin thjesht disa kursime. Emigrantët sjellin dije të reja dhe sjellin një mënyrë të parit botës që është komplet tjetër nga çfarë ti e ke kur jeton i mbyllur në një vend. Dhe të gjitha vendet që e kanë pasur këtë moment që ne na qelloi ta jetojmë të fundit, sepse ne të fundit dolëm nga rrethimi, i kanë parë hajrin këtij, po themi, investimi individual që bëjnë shumë njerëz, sepse të dalësh të ikësh të kërkosh një jetë më të mirë diku tjetër është një investim individual. Por i bashkuar në shumë individ, ky kthehet në investim kolektiv kur vin këtu. Dhe faktikisht çdo emigrant që kthehet është një burim njerëzor jashtëzakonisht i çmuar. Kështu që nëse Olti dhe ju dhe Saranda e ndërton të këshillin e të kthyreve, se ka dhe i gjë që tha zonja, unë kam parë vetë dhe prandaj bëm dhe panairin e parë të punës në Athinë, do bëjmë prapë në Vjesht, se ka dhe i gjë ju keni qenë në Greqi, dhe me siguri e dini më mirë se unë, po unë të paktën kam mundur ta kuptoj nga komunikimet që nuk e besojnë ata këtë që thoni ju. Kjo e gjitha që po zhvillohet këtu, ata e shohin dhe nuk e besojnë. Ata mendojnë që në Shqipëri nuk të japin lekët, nuk të paguajnë rrogën, nuk të trajtojnë fare etj, punëtorët trajtohen si kafsh. Domethënë është një mënyrë të menduari që është krijuar qoftë nga gjithë pocaqia që flitet tu për ditë, por qoftë edhe nga është dhe i dëshirë e brendshme për mos e besuar, sepse pastaj duket sikur ti çfarë bëj unë këtu? Çfarë bëj akoma unë në Greqi? Atëherë fillon edhe i jep argumenta vetes, po jo më lëre tani se s'është kështu atje. Ja këta që folën kush e di çfarë janë aktor. Nuk është e vërtet, zonja s'ka mundësi të ketë qenë në Greqi e të vi këtu e tani të ketë hapur dhe restorant, me siguri do jetë në një pastruse e bashkisë që e kanë marrë të bëjë sikur është emigrante e kthyer. Ky çfarë emigranti ky? Ky me siguri në një kriminal që merret me skafe edhe me këto që merren mund drogë këto. Edhe ja ku e kanë marrë aty tani një edhe i thonë folti bëj sikur ke qenë në Amerikë. Ai tjetri çfarë me një polak trafikant atje dhe flasin. Domethënë është tendenca për të mos e besuar. Kështu që po patjetër. Ti s'ke pse ofendohesh që themi të vërtetën këtu. Tani sa të pastre ka Shqipëria dhe sa të pastre ka sa të pastre ka Shqipëria. More, po kur thonë po vdesin për bukë, e këtë gjurë atë? Ja, më rregull, pra u po të them çfarë thonë, pra vdesin për bukë, jemi rrugë. Shqipëria, për shkak të faktit që në 91-shin u bë privatizimi i menjëhershëm i të gjitha shtëpive që ishin të komunizmit, se kjo është baza, por edhe për shkak të ndërtimeve që janë bërë, Shqipëria është vendi me numrin më të madh sot në Europë të pronarëve të shtëpive, pra që 94% e popullit shqiptar jeton në shtëpinë e vet. Është çmenduri. 6.000 vete, 4.000 biznes, po patjetër pra, se droga madhe këtu. Tani çështja është që duhet për ta dhënë seriozisht, duhet të punojmë shumë me informimin. Dhe nëse bëhet një këshill i tillë, e para herë për bashkinë është mbajtje vazhdimisht në aktualitet, se rreziku kryesor për ata që drejtojnë është humbja e kontaktit me realitetin. Dhe gjëja më e habitshme për mua, unë kam qenë kryetar bashkie. Kryetar bashkie është puna më e vështirë dhe më e bukur që mund të bësh në shërbimin publik, sepse është shumë e lidhur drejt për drejt me çdo gjë që ndodh atë ditë, jo me planet mëdha etj. Por ajo që shoh unë
është që ndodh me kryetarët e bashkisë, sidomos ata që janë në qytetet vogla, që humbin kontakt me realitetin. Se si mund të jesh në qytet vogël dhe të humbësh kontakt me realitetin, nuk e di. Mbyllen atje, rinë me po të njëjtët njerëz, ky jo, se ky ka edhe qerretin që kështu që lëviz. Prandaj është shumë e rëndësishme për ta mbajtur këtë lloj kanalit hapur, sepse juve jeni në jetën reale për ditë. Plus keni dhe gjithë kulturën e punës dhe gjithë llojet e gjërave që i keni para ndeje dhe tani thoni pse mos bëjmë këtë, pse mos bëjmë atë, pse mos bëjmë atë. Dhe informacioni është kryesori. S'kemi krah punë të mjaftueshëm, është e vërtet, por ama kemi shumë krah pune nëse arrim të çajmë rrethimin e paragjykimeve dhe të keq informimit me ata që janë jashtë. Nëse ata që janë në Greqi dhe bëjnë punëra që juve i keni këtu, e më kuptojnë që e vërteta është kjo që po thoni ju, jo ajo që dëgjojnë për ditë që këtu vriten njerëzit rrugëve, atëherë patjetër që ata do vinë këtu, pse do rinë atje. Dhe këtu nuk është çështja që të vinë do e mos të rinë përgjithmonë. Këtu çështja është që në periudhën kur këtu ka punë plot edhe ka punë të paguar më mirë se atje, të vinë këtu. Shumë e thjeshtë, dhe pastaj mund të shkojnë prapë atje, nëse i kanë të lidhura gjërat, se the edhe një gjë që është shumë specifike, a e the ati apo ti që, po më duke se e ti që momenti ku pastaj bëhen me fëmijë, edhe kur fëmijët pastaj kërkojnë gjithë ato vëmendje dhe gjithë ato shpenzime, se shkolla, është kjo, është ajo, atëherë bëhet akoma më e vështirë për të kuptuar se si mund të lëvizet. Unë ju falenderoj realisht shumë. Edhe shpresoj shumë që herës tjetër kur të vi, të bëjmë një takim tjetër bashkë, se ishte shumë dhe kam shumë dëshirë të dëgjoj edhe tjerën. Shumë faleminderit.